Kapitulli 3. A mos po fillojmë përsëri t'i rrisim vlerën vetes? Apo mos kemi nevojë dhe ne si disa për letra porosie për ju a prej jush? Letra jon jeni ju, e shkruar në zemrat tona, që të gjithë njerëzit ta njohin e ta lexojnë. Ju e tregoni se jeni letër e Krishtit, e artuar prej nesh, jo e shkruar me boj, por me shpirtin e Perëndisë së gjallë, jo në rasa guri, por në rasat e zemrave njerëzore. Ky është besimi që ne kemi në Perëndin përmes Krishtit. Ne nuk e mbajmë veten të aftë që të mendojmë se vjen ndonjë gjë prej nesh. Aftësia jon vjen prej Perëndisë, që na bëri të aftë të jemi shërbëtor të beslidhjes së re, jo të germës, por të shpirtit, sepse germa vret, por shpirti jep jetë. Nëse beslidhja e Mojsiut, që ishte e gdhëndur me gërma në gur dhe çonte në vdekje, ishte aq e lavdishme sa që bijtë e Izraelit nuk mund ta shikonin dot Mojsiun për shkak të lavdisë së përkohshme të fytyrës së tij, sa më e lavdishme do të jetë beslidhja e Shpirtit të Shenjtë. Nëse vepra e beslidhjes që sjell dënimin ishte e rrethuar me lavdi, aq më shumë do të jetë e lavdishme vepra e beslidhjes që na bën të drejtë. Në të vërtet, ajo që ishte lavdishme dikur e humbi lavdin për shkak të lavdisë së tanishme që është më e madhe. Nëse ajo që ishte e përkohshme ishte e lavdishme, atëre ajo që mbetet përgjithmonë do të jetë shumë më e lavdishme. Meqense kemi një shpresë të tillë, mund të flasim hapur. Jo si Mojsiu që vuri një vel në fytyrë me qëllim që bijtë e Izraelit të mos e shihnin fundin e lavdisë që po perëndonte. Por mendjet e tyre u errësuan. Edhe sot e kësaj dite, ata e kanë atë vel kur lexojnë beslidhjen e vjetër dhe nuk e heqin, sepse ai hiqet vetëm nëpërmjet Krishtit. Madje edhe deri më sot, kur lexohet Mojsiu, një vel ndehet në zemrat e tyre. Megjithatë, kur dikush kthehet drejt Zotit, bie veli. Mirë po Zoti është shpirti, dhe ku është shpirti i Zotit, atje është liria. Prandaj, të gjithë ne që e shohim lavdinë e Zotit si në pasqyrë, pa pasur vel në fytyrë, shndrohemi në shëmbëllimin e tij nga lavdia në lavdi. Dhe kjo vjen nga Zoti, që është shpirti.